E sot një pjesë të konsiderueshme të magazinës Bonbon, doja kushtojmë një periudhë vërtet të veçantë, një periudhë sfiduese, por realisht mbetet gjithmonë periudha më e mirë e jetës. Bëhet fjalë për pushimin pas lindjes, është ai pushimi i Leonis, ku nënat, gratë e shfrytëzojnë në mënyrë maksimale që të kalojnë kohë me të vegjëlit e tyre, të jenë sa më pranë tyre, të dhurojnë dashuri e të gjitha këto, por kanë në të njëjtën kohë dhe gratë të cilat detyrohen që të kthehen në punë dhe ky lloj rikthimi është një lloj rifillimi për të gjitha ato. Të gjitha këto ne do i diskutojmë bashkë në magazinën Bonbon me të ftuarat që unë i kam sot, të cilat besoj se do ta tregojnë edhe përvojën e tyre, përvoja të cilat besoj se të gjithë ju do e gjeni veten në to. Kënaqësi që këtu në studio të kem Nora Goga Demolli, stomatologe. Faleminderit Nora për kohën që ndave për qenë sot në Bonbon. Faleminderit që më besat të ftesën, gjithmonë është kënaqësi e imja me qenë pjesë e juja. Kënaqësi edhe për ne të kemi. Ndërkaq në një linjë të drejtë për drejtë kemi edhe Arineta Mula, alpiniste. Arinetën e kemi një shpirt pozitiv, kështu po themi që po bën një punë të mrekullueshme që po e shohim edhe në rrjetet sociale. Faleminderit shumë Arineta. Shumë faleminderit për jush edhe një përshëndetje të përzemërt për gjithë ata që po na ndjekin. Kënaqësi që t'ju kemi që të dyja. Në ndërkohë do e presim edhe psikologën Mirjeta Pestisha Deliu, e cila ndonë se në minutat e fundit do të mbri dhe do e inkuadrojmë edhe në studio. Atëherë, Nora, të kthehemi pak në kohë bashkë, ndonë se ju e keni edhe të freskët, ndoshta këtë rikthimi, por po kthehemi tek lindja e parë. Si ishte për ty pushimi dhe më pas rikthimi në punë? Në fakt, lindja e parë, normal që ka qenë pak ma e vështirë dhe ndoshta pregaditja psiqike dhe pregaditja më mësu me pas një fëmijë, ndoshta është një ndryshim kogja i madh i jetës, ndryshon statusi, bëhesh nën, ki përgjegjësi ma shumë. Mirë, po në të njëjtën kohë është edhe kënaqësia më e madhe që mundet me përjetu çdo grua, dhe uroj që çdo grua ta përjetoj këtë pjesë dhe të bëhet nën, edhe atëherë komendi veten shumë ma mirë. Mirë, po ndoshta ne femna që jemi karrieriste, që kemi zhvilluar një karrierë, gjithmonë e mendojmë edhe atë pjesën e punës, se ndoshta nëse qëndrojmë për një kohë shumë gjatë, ndoshta në pushim, na duket se po mbetemi mbrapa, edhe në fakt koha ecën, zhvillohen gjana të reja dhe ne mbesim aty ku e kemi lënë. Mirë, po normal që prioritet gjithmonë është fëmia, duhet me u përkushtu shkollë sa ma shumë, mirë, po në momentin kur e shohim se kemi mundësi me ndoshta më u marrë edhe me fëmijën edhe me punu, pse jo. Me lindjen e parë ka ndodhur që kam pushu dikon 3 muaj dhe mbas 3 muajsh kam rifillu punën prap, ndërsa me vajzën ka qenë pak më ndryshe. Ndoshta që edhe u mësova në atë epitetin non, edhe u mësova me atë ritmin e jetës, edhe nuk më ka ardhur as pak vështirë, sikur me fëmijën e parë, me trisën kam qenë ndoshta shumë më e lirë, ndoshta i kam kaluar ato gjëra dhe faktikisht u bëra si një lloj mësuese dhe e disha se si duhet më u sill, edhe nuk është se i kam pyet shumë njerëz sikur që shumë ka ndodhur për djalin, që gjithmonë e pyet mami, vjerën, na dikon se a ka reaguar kështu fëmia ose si me u sill ose si me ja bë. Atë pas kur e kaloj unë tani. E di, shumë e vërtet, shumë shpesh i kom thirrë edhe vajzat e hallës, tezët, kush kanë qenë nana të i pyet, si ja ke bë ti, pse s'po flan gjithë natën fëmia jam, pse po qan. Mirë, po ato janë disa ritme që secili fëmijë ka lënë, dhe nuk duhet ndoshta më u bë merak për ato pjesë, mirë, po pa i kalu vet nuk po e dish, kështu që është mirë me i kalu, ndoshta për fëmijën e dytë ka qenë shumë ma lehtë, me trisën kam pushu me thënë drejtën vetëm një javë, ndoshta shumë pak. Mbas një javë kam fillu punën në Prishtinë, për shkak se kam klinikën në Prishtinë dhe në Ferizaj, dhe mbas 2 javësh e kam marrë me veti dhe kam fillu edhe në Ferizaj. Atje e kam një pjesë klinikës, një dhomë, e kam nda për trisën, e kam bë të gatshme për të, edhe ndoshta nuk është se ndoshta më kam brejt ajo ndërgjegja pse kam fillu kaq herët, për shkak se kam qenë gjatë gjithë kohës me to. Tash ka 2 muaj që ka fillu kopshti, në fakt 3 jam bë, me thonë drejtën tani po nina shumë ma keq, se tash ndoshta jo mësu me atë ritmin që me qenë me to, me u tu me to gjatë gjithë kohës me qenë bashkë, tash ka fillu po mungon edhe shumë shpesh ndoshta ndjej vetën fajtore për këtë pjesë. Mirë, po aq kanë qenë kushtet për me mbajt aty, deri një vet pastaj është dash me drejtu te kopshti. Po gjithsesi besoj që kopshtet janë të mira, kështu që një ndihmon fëmijës për socializim edhe për shumë gjëra tjera, për zhvillim, që ndoshta janë disa aktivitete të cilat ne në shtëpi nuk mundemi asesi t'i bëjmë, se në fakt prandaj janë edhe edukatorët, po ashtu do isha unë edukatore dhe jo stomatologe, secili e kemi atë ndomjen e vet, kështu që unë mendoj prapë që më mirë është në kopsht, sepse aty edhe ndoshta i merr shumë gjëra të mira dhe zhvillohet shumë më mirë.
Në anën tjetër kemi Arinetën, e cila po ashtu është e pandashme nga vajza e saj. Arineta, po na dëgjon? Po, është e vërtet, është një fazë sa e bukur, por edhe shumë e vështirë, sepse të ndryshon jeta plotësisht. Unë e kam një histori krejt ndryshe, sepse asu nuk kam marrë asnjë ditë pushim prej punës, domethënë gjatë shtatzanisë edhe kur linda. Deri në muajin e 9 kur I ka bë vajza, e kam marrë domethënë zyre, por gjithçka ndryshoi. Kur filloj me u bo më aktive, edhe filloj me u zvarrit, edhe pash që nuk po mundem edhe me mbajt, edhe me mbajt punën edhe me mbajt vajzën, sepse më erë një farlloj vendimi edhe prej punës që o duhet me dërgu në kujdestari, ose duhet me vazhdu në punën, kështu që ishte një vendim shumë I madh I jetës time. Sot që kisha dëshirë me vazhdu punën, sepse e doja shumë, ishin bë 4 vite që po e kaloja kohën edhe krejt sa po kisha filluar kulmin më të madh të punës edhe po ndihesha shumë mirë në punë, por më është dashur domethënë me ndërprej punën edhe vendosa për me u kujdes për vajzën. Ka qenë një vendim mjaft I vështirë, por shumë I përshtatshëm. Normal se cila grua që lind, fillon të mendoj, qysh ka rrit nana e vet, domethënë për shembull nana ime, na ka rrit 4 fëmijë, edhe në atë kohë nuk ka qenë pikpyetje se çka ka me bo gruaja, sepse gratë kanë qëndru, domethënë shumica po flas, në shtëpi dhe I kanë rrit në shtëpi. Ndërka që sot po m'jap një farë motivi ajo, edhe pse sot është pak më vështirë sepse dikush duhet me u kthy në punë, dikush vendos vetë për me u kthy në punë. Është një zgjedhje që secila anë që e bën nëse I bie mirë asaj, domethënë dhe familjes, është normalisht mirë. Por unë pe gjej një farë mbështetje tek nana jem, të e di që ajo I ka rrit fëmijët, edhe unë po vazhdoj domethënë me rrit vajzën time. Mendoj që sidomos deri në moshën 3 vjeçare, fëmijës I vyn siguria emocionale, komunikimi I vetëm, domethënë është nana. Sa I përket socializimit edhe krejt gjanave të tjera, mbi moshën 3 vjeçare, mund të bëhen ato pa asnjë problem, por unë po e mbështes këtë çka po bëj sot, pe marr me veti në ecje, komunikimin e ka prej meje, komunikimin e ka edhe prej socializimin që e merr prej domethënë këto lagjës ku jetojmë, ose kudo që eci mund ta takoj dikënd, por edhe lojrat I bëjmë këto. Një fazë mjaft e vështirë, por duhet me pas kujdes edhe se dikujt I përshtatet diçka, mu po përshtatet kjo, por dikujt tjetër nuk I përshtatet, është mirë secila nanë me e zgjedh rrugën që I përshtatet asaj dhe familjes, sepse është me rëndësi që në fundit nana me qenë e lumtën, sepse ajo ka me qenë kujdestari, domethënë kyç për fëmijët. Arineta, unë po shoh në vazhdimsi edhe video që I poston në rrjetet sociale, ke një çantë në të cilën e mban vajzën gjatë gjithë kohës në krah, del me të në natyrë, bën aktivitete të shumta. A është e rëndë? Si është për ty? Nuk është fare e rëndë, është gjithsej afër 20 kg I kam krejt në shtëpinë, po në të njëjtën kohë po e shoh edhe lajmet paraprake I posh me viroza, domethënë viruse të ndryshme, është koha e viruseve. Është koha e dimrit edhe këto, sezona e dimrit është shumë e ftoftë për shkak të erërave që janë këto. Edhe mendoj që këto ecjet e përditshme më kanë ndihmu qoftë mua dhe fëmin që mos me pas ndonjë virus, sepse e kemi përballë të ftoftin, të dyja së bashku. Çanta nuk është e rëndë, ndoshta edhe unë jam mësu prej maleve të ungjit, edhe ka qenë për mua se një përvojë, edhe është kënaqësi e madhe sepse për vajzën është shumë interesant prej lart, me pa natyrën, edhe komunikojmë, kështu që ngadalë, sepse tash unë flas shqip, bashkëshortin e kam amerikan, kështu që është duke I mësu të 2 gjuhët. Kënaqësia ime më e madhe është që kur po jap drejtimet në gjuhën shqipe, po I den, por po I den edhe në gjuhën angleze. Po mundona maksimalisht që me përfshi në jetën tem, qoftë edhe në vrapim, e marr në karrocë, nuk e ka problem, ndoshta sepse qysh në muajt e parë e kam mësu në një farë forme, sepse në fundit fëmeu bëhet e ka rol, e ka model, domethënë ata që përkujdesen për të, mos I shumti, e në këtë rast jemi ne, unë, dhe nuk e ka problem fare. Domethënë dalë, kosgjatja është 1 orë e gjysmë, 2 orë, edhe që më ka pështu shumë, është gjithdhënia që nuk e kam dalë ende, jam në muajin e 19, ekskluzivisht, domethënë pa shishe, pa kurrë, domethënë gjatë ditës edhe natës,
Jam gjithë shka e sajna, por edhe ajo është gjithë shka e jemja, kështu që jemi si dy qënje të pandashme edhe për e shijoj shumë, është shumë e vështirë, por jam e bekuar prej Zotit që kam fëmijë edhe po mundona që me marë për bazë gjitha ato këshilla që i ko marë prej prindve të cilat janë rritë dhe janë bë gjëshër, për shembull, edhe ju kam bë pyetjen cila është diçka që kishë pas qef me e kthy edhe me bo, edhe përgjigja gjithve kish me qenë me qëndru sa ma shumë me familje, mos me punu shumë, sepse fëmijët rritën shpejt edhe nuk mundesh me kthy punën mbrapa. Derisa punën, karrierën, paret, financat, krejt mundesh mi mrinjet, por diçka që ka s'mundesh është që kjo, domethënë duart e vogla, dashnia, që kjo kontrollan, kuptimin me dëgju, me i bo gjanat bashkë, këta nuk mundesh asnjëherë me kthy kohën mbrapa. Kështu që po mundona maksimalisht, aq sa më jep Zoti mu jetë, me jap kohën time me fëmijët, edhe deri tash më ka shku mirë, kështu që të shohim që shka me shku në vazhdimsi. Tutje. Ndërkohë të dashur miq, këtu na është bashkangjitur edhe Mirjeta Edeliu, Pestish Edeliu, psikologja, të cilën kam kënaqësinë që ta kemi këtu. Faleminderit Mirjeta. Faleminderit për ftesën që ndresa, gjithmonë kënaqësi. Besoj patët rastin të dëgjonit pak a shumë çfarë u tha, u diskutua në kuadër të kësaj teme. Çfarë mendoni ju? Është ky pushimi, unë e kam quajtur pushim që të ndryshon jetën. Pajtoheni? Natyrisht që po. Me gjasë është pushimi më i mirë që e marrim, pavarësisht që nuk pushojmë, po prapë, po i themi pushim, pasi që i ka edhe kënaqësitë e veta. Domethënë është një pushim i cili na e përjetojmë ndryshe, është një pushim të cilin na mezi presim të dalim në atë pushim, dhe është një shkëputje nga puna të cilën ndoshta e kemi dhe tendencën që nga angazhimet të shumta pastaj kur bëhemi prind dhe kur bëhemi nëna, natyrisht është që nuk e vrej mungesën e gjanave të tjera, por rreth. E kemi një shkëputje totale, qoftë për nënat të cilat punojnë, ndoshta një punë tjetër, qoftë për nënat të cilat kanë karrierë, qoftë për nënat të cilat kanë një biznes të vetin. Dhe natyrisht që dhe për mua ka qenë një pushim, vetëm unë e kum pas një pushim për 2 lindjet. 2 në 1. Po, kështu që kum shfryzu një pushim për 2 lindjet, me djalin e madh kum pas 1 vjet e 4 muaj pushim, ndërsa me djalin e vogël e kum lënë vetëm 4 muaj. Natyrisht që gjithsecila përvojë i ka të mira dhe të këqijat e veta, nuk mundi me mendoa me thik kohën kur është e nevojshme që në një nën të kthehet në punë, a është më e nevojshme që të qëndrohet sa më gjatë me fëmijën për shkak të gjendjes emocionale të dy palëve, apo është mirë që nëna të rikthehet në punë për shkak të përmbushjes së vet profesionale. Kjo varet nga shumë faktorë dhe nuk varet nga një faktor apo nga faktori nën dhe faktori fëmijë. Mirjeta, po flasim për një periudhë që realisht është e gjatë, bëhet fjalë për 9 muaj, më pas 3 muaj plus për ato gratë të cilat duan që ta shtyjnë pushimin, por ka të tjera që nuk kanë pushim, janë gratë të cilat merren me punë të shtëpisë, i japin rëndësi më shumë rritjes së fëmijës. Si mendon ti, si ndikon kjo më pas edhe në karrierën e tyre? Ka shumë që e marrin këtë si wow, më duhet ta ndërpres, duhet të fokusohen vetëm tek fëmija, a është kjo e rrugës? Por kemi edhe komente të shumta më pas që thonë se fëmija rritet dhe më pas karriera mbetet në vend. Po. Nëse nisim nga përvoja ime personale, unë kam lënë në gjysmën një karrierë. E kam lënë, ndoshta po e them, ndoshta në kulmin e karrierës, e kam lënë në gjysmë dhe natyrisht që kam dalë në pushim të lindjes. Fati im deshti që brenda 1 viti gjysmë t'i kem 2 lindje dhe për lindjen e dytë kom dalë shumë herët në punë. Okej. Mirë po, gjendja ime emocionale në fakt nuk ka qenë e ati kuadri që unë të qëndroj ende më shumë në shtëpi. Sepse për mu është bë aq shumë muaj, sa që nuk isha mësuar më herët që të kem një pauzë kaq të gjatë nga karriera të cilën unë e kam. Janë shumë faktorë të cilën lejojnë një nën të qëndroj në pushim të lindjes edhe më gjatë se 3 muaj, apo 6 muaj, apo 9 muaj. Mirë po, ka edhe faktorë të tjerë të cilën e nxisin një nën, pavarësisht a ka karrierë, pavarësisht çfarë pune e bën, që të dalë në punë. Natyrisht që ne gjatë 9 muajve të shtatzanisë
kemi ndryshime të hormoneve, të cilët janë hormonet ato të cilët thjesht komunikojnë mes emocioneve tona dhe trurit tonë gjatë shtatzanisë. Dhe ne e dim që pas shtatzanisë e kemi një gjendje më të rënduar psikologjike. Po flas në suazat normale. Në disa depresione pas lindjes zgjat më shumë. Tek disa nëna mund të zgjas rëndëm një baby blues i zakonshëm. Dhe nëse nëna natyrisht e sheh veten të pagatshme emocionalisht, që të shkëputet nga baby dhe të dalë në punë, mirë po, kur kushtet e tjera janë në akomodim të saj, natyrisht që mundet edhe më gjatë të qëndrojë në shtëpi. Mirë po, kjo varet edhe nga mbështetja që ka brenda familjes, nga kushtet financiare, sepse në vendet e tjera, po e them në vendet më të zhvilluara, pushimi i leonistën e nënës shkon deri në 3 vite. Për shkak që në 3 vitet e para konsiderohet që fëmijës i duhet një nën prezente aty për të. Një nën e cila e mbështet fëmijën emocionalisht, një nën e cila i ofron dashuri 24 orë dhe jo një nën e cila e lejon fëmijën e saj qoftë në kopsht. Mirë po, pavarësisht kësaj, kur ne e vendosim fëmijën në kopsht, e regjistrojmë, kalojmë vetë në punë ose e marrim dikon që të mbikëqyr fëmijën tonë, natyrisht që dhe gjendja jonë aty emocionale nuk është stabile. Kjo varet nga hormonet të cilët i ka bëritu vetë nëna gjatë shtatzanisë dhe për depresionin i cili e ka kalu pas shtatzanisë. Sepse kemi depresionet të rënda të cilët pavarësisht në nënë është në kulm të karrierës, pavarësisht në maljen e saj ka qenë që të kthehet më njëherë pas lindjes në punë, po e them më njëherë ndoshta sepse nga ana fizike dhe psikologjike thuhet që pas 6 javë deri në 8 javë nëna në kushtet normale mundet me qenë e gatshme të rikthehet në punë. Do me thonë, nuk e pengon asgjë nga ana fizike dhe nga ana kognitive që ajo të kthehet në punë. Mirë po, janë rrethanat të cilët e bojnë të vështirë. Punat të cilën nëna e bën, orarit të cilën nëna do të kthehet, presioni familjar, presioni shoqëror dhe ajo se ku do qëndroj fëmijë. Sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka nëna të cilët nuk i kanë afër familjarët të tjerë, të cilët mund ta vendosin ta dërgojnë fëmijën me 2-3 muaj, me 2-3 orë në ditë. Mirë po, nëse vjen periudha e kopshtit, pastaj kjo lirohet nga gjendja emocionale. Në kushtet normale të cilën unë do e dëshiroja, që do ishte ideale për një nënë dhe për një fëmijë, nëse këto kushtet tjera të rrethit i kemi stabile dhe i kemi gjithçka në rregull, unë do preferoja që deri në moshën 2 vjet e gjys, nëna dhe fëmijët të jenë bashkë. Për shkak të dashurisë, për shkak të emocioneve, për shkak të lidhjes së tyre të cilën e kanë dhe për shkak të përvojave të cilat dëshirojnë të ndërtojnë së bashku. Mirë po, varet edhe një faktor tjetër. Kujdesi të cilin e ofron nëna në kohën të cilën është prezente për fëmijën. Kemi nëna të cilët qëndrojnë në shtëpi, mirë po janë vetëm nga ana figurative, po e them. Jo se dua të gjykoj, mirë po ka shumë gjëra të tjera në shtëpi të cilët i nxit nënat përpara fëmijëve. Ndoshta në kohët e sotme jo edhe aq e theksuar kjo, mirë po ne i dim sepse kemi jetuar në një rreth të tillë kur nënat kanë lënë fëmijët për të përfunduar punët e tjera dhe të mos i lënë asgjë ndoshta mbrapa për shkak të fëmijëve. Tashti kjo i ka 2 anë. Nëna e cila punon, mi po pas punës prapë është produktive për fëmijën e saj, dhe nëna e cila nuk punon, mirë po prapë mund të ketë minutat e njëjtë të produktivitetit në shtëpi sikur ajo që punon. Nora, a është vështirë të jesh produktive pas punës, angazhimeve të shumta marrë parasysh që ke një punë kogja intenzive?
Në fakt, unë jam kjo e dyta, nana cila punon dhe mundoha me qenë produktive pas punës, edhe pse është shumë e vështirë, është shumë e lodhshme edhe fizikisht edhe psiqikisht, po gjithsesi mundohem që me qenë sa më produktive, më marë sa më shumë me ta, në mënyrë që atë kohën e humbur të ja kompenzojmë. Edhe në momentin kur ndoshta është një lloj kompenzimi jo i plot, mirë po një gjysëm, mund mendoj që ndoshta është jo ndoshta e bollshme, po e mjaftueshme për fëmijën. Se shumë i recekon qofse është një nanë që rën gjithë ditën në shtëpi, mirë po nuk mirët as pak me fëmijët, atëherë i bie që është 100% jo produktive. Kështu që varet se si i ndan gjanat dhe si don me i pa gjanat. Sepse ndoshta nuk është vetëm ajo pjesa që vetëm ai ke kushtet, se ka shumë femra të cilat i kanë kushtet, ndoshta jo përmes me punu 2 vite, po ndoshta edhe 5 vite, 10 vite. Mirë po gjithmonë është ajo pjesa që karriera jote që ndoshta deri në atë pikë ndoshta ke punu me shumë mund për me arrit deri aty, dhe momentin kur ti shkputesh për 2-3 vite, pastaj është e pamundur me u kthy në atë ndoshta në atë majën që ke mbrite. Kështu që unë gjithmonë e preferoj, ndoshta jo të gjitha munden me ja dal kësaj, mirë po me qenë ndoshta të dyja paralel. Edhe karriera, mirë po edhe me u marr me fëmijët. Asesi që nuk diskutohet që lodhja është maksimale. Mirë po në momentin kur i arrin ndoshta me i mbajt të dyja, ndoshta ai është një sukses shumë i mirë për një femër. Mirë po jo të gjitha i kanë ato kushtet e duhuna ose mbështetjen e duhun familjare, që unë mendoj që mbështetja familjare ka një rëndësi shumë të madhe nëse një nanë don me mbajt edhe karrierën, mirë po edhe me rrit fëmijën. Edhe pse normal që ne që punojmë kemi edhe të tjerët të cilat na ndihmojnë, sepse vetë nuk mundemi me ja dal, mirë po prapë se prapë momentin që ndoshta i ka të gjitha kushtet, ja plotson të gjitha kushtet fëmijët, atëherë besoj që jemi në rregull. Varet tash se si don me zgjedh ose si e ndjen ti emocionalisht. Unë cika edhe pak më herët, edhe pse kam mbajt vajza një vit mbas vete, kudo që kam shku, qoftë market, qoftë ku kam shku, kam qenë me ta. Mirë po tash po e ndjej pak ndoshta vetëm faj, sepse nuk mundem. Momentin kur filloj me lëviz, filloj me ecë, atëherë pjesa e klinikës ka qenë e pamundur për me ritmo, me vazhdu rritjen e vajzës aty, prandaj edhe kam vendos me ndërgu në kopsht. Arineta, çfarë mendimi ke ti? A mundet që edhe karriera edhe momësia të jenë paralel me njëra me tjetrën? Stari unë po dina shumë mirë, sepse jam duke folë me 3 gra që janë shumë të zhvilluara dhe në aspekt të karrierës, edhe po duken si nana shumë të me një edukat të lartë, edhe që po i rrisni fëmijët në mënyrën më të mirë, po ndjej me privilegjuar. Vetëm kisha dashur me cek diçka që u përmend më herët, që në disa shtete më të zhvilluara, domethënë pushimi i nanave është më i gjatë. Dashta të tregoj që Amerika, si ndër shtetet domethënë të zhvilluara, shumë zhvilluara në botë, ka vetëm 8 javë, domethënë të japin pushim pas lindjes, edhe duhesh më kthy në punë. Domethënë ligji parashen një pushim tepër domethënë të vogël, të shkurt, që nuk e lejon as nanën domethënë me u kënaq me fëmijën. Pra prej shtetit në shtet domethënë varet se ku jeton edhe ligjeve. Unë e kam një diçka që kisha dashur me theksu, sepse kjo temë mundem krejt ditën me folë edhe me prek shumë gjana. Por ndoshta më shumë ajo aspektin e depresionit, sepse shumë gra më shkruajnë, po ndihem e lodhur, ndihem në ankth, nuk di si t'ja bëj këtë apo atë, sepse sigurisht si nanë e re, ke shumë pikpyetje dhe nuk den, edhe vetë kam shumë pikpyetje të mëdha që ose lexoj ose pyeti dikant. Por mendoj që depresioni nuk është për shkak të fëmisë. Është thjesht një derë hapur e fëmirisë tënde, që ka shumë gjana që ti as nuk i ke ditë, domethënë në ndërvedijen tënde, edhe fëmia thjesht ka me të zbulu të vërtetën tënde. Na e dim shumë mirë që depresioni mundet me të kapë edhe pa fëmijë, që shumë njerëz e kanë, edhe në punë për shembull, me stresin, në një farë forme që ne përballemi, ose me një shok a shoqe ose me familjar që i kemi. Unë mendoj që fëmia kur del në jetë, ta jep mundësinë për me i shëru gjitha ato plagë që i ke pas, sepse sidomos neve domethënë që kemi përjetu shumë vështirësi gjatë fëmirisë, edhe unë pe shoh fëmin tem si një shërim të brendshëm temin, edhe krejt ideja jeme është që me ja jap një të ardhme më të mirë se sa që e kom pas unë. Jo financiarisht, sepse unë as pak nuk i kam mundësit për mos me punu dhe me qëndru me fëmijën,
Financiarisht jemi jo stabil, sepse prej që kam përfundu, dhe më thonë punën më është me përfundu, nuk jemi mirë financiarisht, por kjo po m'jap diçka tjetër, është një pasuri shpirtnore që përko me vajzën. Dua të theksoj që do vazhdoj edhe të kem arsimim në shtëpi, sepse këtu në Amerikë shumë gra kanë filluar, tash edhe më shumë që të bëjnë arsimimin në shtëpi, nuk e nevoj me e qunë kopsh, nuk e nevoj me e qunë shkollë, vlerësimin e bën edhe thjesht i mban dhe më thonë të ruajtura gjitha ato vlerësime që i bën prindi ndaj fëmijët. Kjo është plani jem që të kem edhe arsimim në shtëpi për fëmin tem, e thjesht e them, gjitha ato që janë të përballë me një vështirësi të madhe, s'pari duhet me pyet veten, të ato plagë që i kena në ndërvetdijen tënde, shfrytëzoj lindjen e fëmijën për më shëruti për veti e me qenë pozitive për veti edhe për fëmijën. Por me gjithat, si që cek edhe prej 2 parafolësve më herët, 2 grave të mrekullueshme, të përfshi dhe ty qëndresa, kjo është krejtësisht zgjedhje e nanës, zgjedhje e familjes, se çka dëshirojnë me bo, por mos i thojmë vetit në një farë forme që nëse dalin punë, nëse vazhdoj karrierën, unë do të ndihem mirë, edhe i bën mirë fëmijët, sepse unë nuk mendoj që fëmisi bën mirë largimi i nanës në moshë, kur është disa muaj ose në moshë shumë të vogël. Kjo është vetëm mendimi ime, kështu që unë kam vendosur me qëndru afër vajzës, edhe mi përballë të gjitha këto sfida, sepse kur e kthej kohën mbrapa atëherë nuk dua që të ndihem keq, edhe e di që edhe motrat mia janë kundër kësaj, si çka po them, sepse dhe ato kanë dalë në punë edhe vazhdojnë punën, por unë thjesht them që është bekim me qenë nanë, edhe dua që të jem me vajzën gjithkohës, edhe kjo është vendimi ime, kështu që nëse keni ndonjë pyetje me ma bo, jam për me u përgjigj këtu, por kjo është mendimi ime. Mirjeta, me qenë se është një temë shumë e gjerë dhe realisht e tha edhe Arineta, na duhet ndoshta një ditë e tërë për të folur edhe diskutuar, por kemi minutat e rezervuara, por për fund do doja që na thonit një mesazh për ato nëna, sidomos për ato që janë bërë nën për herë të parë, që kanë ndoshta shumë pikpyetje në mendjen e tyre se a duhet të kthehem, kur është koha më e mirë të kthehem në punë, si t'ja bëjnë, një këshill për fund? Qëndresa, unë mendoj që nënat e reja për vetëm gjë që nuk kanë nevojë është këshilla. Sepse në fakt unë mendoj që gjithë secila nëna dhe se çka është më e mira për fëmijën e saj. Natyrisht bara e nënave në ditët e sotme është shumë e madhe se sa për nënat tona ose për vjerat tona e cila ka qenë. Sepse roli gruas ka qenë, domethënë riprodhimi dhe obligimet brenda shtëpisë. Ndërsa sot ne kemi riprodhimin, e kemi obligimet brenda shtëpisë dhe e kemi punën e jashtë shtëpisë apo karrierën të cilën ne dëshirojmë ta ndërtojmë. Nuk ka, e ceka dhe më herët, nuk ka asgjë e cila e prek me thik se ku ne jemi të gatshëm të fillojmë punën. Unë mendoj që atëherë kur nëna ndihet mirë, atëherë kur nëna është e sigurt se ku për e lë fëmijën e saj gjatë orëve kur ajo është në punë, sepse kjo do me thonë shumë për nënën dhe shumë për fëmijën, që fëmiju të qëndrojë në një ambient i cili është i ngrohtë dhe i sigurt për të, i cili ngjason ngrohtësisë të nënës dhe të babait në këtë rast, mirë po, prapë se prapë, nëna e din se cila është më e mira. Unë kam përjetu të dyja, dhe me thonë, edhe pushimin e gjatë pas lindjes, edhe një pushim pas 4 muajsh që kam dalë në punë. Natyrisht që turit fëmijët gjithmonë na mungojnë kur kanë qenë të vegjël, dhe ka raste kur unë jam me raste, për them, jam pishman që s'kam qëndru edhe pak, mirë po, në anën tjetër, unë mendoj që fëmijët ka nevojë për një nënë të fortë dhe një nënë të përmbushur. Dhe ne po përmbushemi në ditët e sotme dhe me arritjet e cilet ne po i kemi. Unë mendoj që nesër pas nesër, fëmijët të kenë një arsye pse ne i kemi lënë. Dhe me thënë, e para, fëmijët ka nevojë për një nënë të fortë, për një nënë e cila është e sigurt emocionalisht, një nënë e cila i mbështet fëmijët e saj në mënyrat e saj, me kohën të cilën e ka në dispozicion, pavarësisht ajo 24 orë, pavarësisht ajo në 2-3 orë, sepse varet produktiviteti gjatë kësaj ore, jo kozgjatja, jo orët në total. Dhe në këtë mes dua të them,
atëherë kur ju jeni rahat, atëherë kur ju ndiheni mirë emocionalisht, atëherë kur ju jeni të sigurt që kjo gjë edhe për fëmijën tuaj, po dhe për juve gjëja më e mirë që mund ta bëni. Mirjeta, Nora, faleminderit shumë për kohën që do atë përqenë pjesë e kësaj bisede. Arineta, faleminderit shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë. Uroj që gjërat ju shkojnë mirë në barë, e të takohemi përsëri për tema të tjera. Faleminderit që thashtë Qendrisa.